Mirdita, fenomeni misterios Missing Time. Do t'ju tregoj 3 histori të kësaj çudie, ku njëra nga këto histori është e një vajze shqiptare, që gjendet këtu mes nesh, por sot është në mënyrë ekskluzive. 3 histori të ndryshme nga 3 kontinente të ndryshme dhe për një fenomen që nuk flitet pothuajse fare. Është një fenomen që disa njerëz teksa shohin një dritë verbuese, ose më mirë një objekt me një dritë verbuese, humbasin kohën ose nuk kujtojnë asgjë të asaj periudhe që ka ndodhur ky fenomen dhe çfarë ka ndodhur gjatë asaj kohe. Pra, ky është fenomeni misterios, por unë do të tregoj këto 3 histori dhe ajo që është më e rëndësishme është e vajzës shqiptare. Si gjithmonë, kush është këtu rastësisht dhe nuk e ka bërë, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Kam vërej që shumë prej jush që shihni këto video nuk jeni lidhur me këtë faqe. Juve nuk ju kushton asgjë, për ne është një diferencë e madhe, kështu që ju faleminderit. Faleminderit për mbështetjen. Atere, në vitin 1994, Kylie Cale, një grua australiane, po udhëtonte bashkë me burrin e saj. Ishte mbrëmje. Ishte një mbrëmje normale. Kishin bërë atë rrugë me 10 herë, me 1000 herë, dhe nuk ishte ndodhur asgjë. Dhe atë mbrëmje, një dritë e madhe përpara tyre u verboi syt. Ata mbetën me fjalë, qëndruan me makinë, sepse po udhëtonin me makinë, qëndruan se çfarë fenomeni ishte ky. Në fakt, ky incident quhet incidenti i Kylie Cale, sepse ajo që ka ndodhi më vonë, ato që ka zbuluan më vonë, janë vërtet të mistershme, janë të dokumentuara, të gjitha këto që po ju them tani. Ale, të 3 historitë. Atëre, Kylie nuk i thoshte burrit mos të dilte nga makina, sepse qëndruan aty, por i tha burrit mos dil nga makina. Ai tha jo, unë dua të dal që të shikoj. Megjithatë, ai nuk e hapi derën. Pra, këtë mbajnë mend ata që nuk e hapi derën dhe shikon këtë objekt që ishte një objekt gjigant në formë pjate, siç e tregojnë ata, dhe u ul me shpejtësi që nga lartësia, sepse ishte lart, mund të ishte rreth 300-400 metra sipër rrugës, por ul rrafsh me rrugën në një sekond, siç thonë ata, që të dy thonë të njëjtin gjë. Dhe kur ul aty, bëri një dritë të fortë dhe ishin pak sekonda, nuk diskutohet, dhe pastaj u largua, me një fjalë iku ky objekt. Dhe deri këtu çdo gjë okej. Ata ikën në shtëpi, vazhduan rrugën, shkuan në shtëpi. Atë mbrëmje kishin vetëm disa ëndra të këqija, por ditën tjetër Kylie kishte disa shenja, vuri re disa shenja në trup. Pra, shenja në kraharor, shenja dhe këtej nga krahët, shenja këtu pas qafe e tjerë. Dhe u detyrua që të shkonte tek doktori. Mirë po, doktori tha nuk je për mua, sepse ai nga analizat që bëri, gjeti disa grimca, ose disa, si mund të quhet, pluhur, që nuk ishte pak i çuditshëm. Dhe ai e kuptoi se çfarë ishte, por nuk mund t'i thoshte gjë asaj. Dhe i tha një doktor psikolog që ishte diku. Ajo tha, unë nuk jam për psikolog, tha, unë kam shenja në trup. E di, tha ai, po është mirë që të shkosh atje, sepse ti tha nga trupi je shkëlqyshëm. Shkuan dhe i than, do t'ju them historinë e shqiptare, së prisni pak. Dhe si përfundim e kërkuan që t'i bënin një testi që i kryen asaj ishte me hipnozë regresive, që është vetëm një mënyrë që ti të kuptosh nëse njeriu ti ka humbur një pjesë e kohës së tij ose jo. Sepse duhet të dini që hipnoza regresive është një shirit. Pra, ti tregon jetën tënde si një shirit, ashtu siç ka ndodhur. Por në disa raste ku tregojnë që shikojnë këtë dritën verbuese, duke sikur dikush ja u pret atë shiritin. Ja u pret në memorien kognitive, si quhet, në memorien që ne njohim atë të përditshme, atë që themi që jemi të ndërgjegjshëm. Mirë po, në një memorie tjetër, që është ajo që është e vërteta, si mund të quhet, ne vetëm aty mund ta zbulojmë me anë të hipnozës regresive. Dhe zbuluan që kjo grua ishte rrëmbyer. I treguan, ajo kishte edhe pikturoi se si ishin së bashku me burrin, edhe burri i saj pikturoi të njëjtën gjë, forma e madhe e kokës, sy shumë të mëdhenj, me fjalë forma në formë veze e kokës, sy shumë të mëdhenj dhe shumë të gjatë këta, 3 metra të gjatë, etj etj. Pra, të gjitha të dhënat ishin eksakte me qenie që nuk i përkasin kësaj bote, ose një dimensioni tjetër. Thash, të gjitha këto janë të dokumentuara, sepse janë bërë edhe dokumentar për këtë, flasin edhe gazetat, etj etj. Në vitin thash 1994, quhet incidenti Kylie Cale. Atëre, numri 2 flitet për një
burr nga Pisa. Ky burri nga Pisa, që e kam njohur personalisht vite më parë, ku shkoja shpesh në ato zona, teksa del me një shokun e tij, të bënin një shëtitje pranë një si quhet, një liçeni artificial. Dhe morën dhe 2 shok të tjerë, pra ishin 4 veta në makinë. Dhe teksa po bënin një rrugë, ishin të rinj atëre, kur ka ndodhur kjo, ishin që 4 njerëz, por ky ishte ai më i rëndësishmi, sepse do t'ju them se përse. Dhe teksa po bënin këtë rrugën, ishte rreth ora 8:20, 8:30, pra sa po kishte filluar nata, se ishte një periudhë kohe që dielli sa po kishte hyrë, dhe shikojnë një dritë përpara atyre. Gjithmonë kjo drita ka ndodhur në vitin 2005, fakti këtyre. Dhe përpara atyre, kjo dritë e madhe, duke sikur buronte nga poshtë, si shton këta. Por në fakt drita vinte nga sipër, sepse ne nuk mund ta shihnim, thonë ata, sepse objekti ishte shumë i madh. Shumë i madh. Kësaj radhe nuk bëhet fjalë për një objekt që mund të ishte 100 apo 200 metra diametër, por shumë i madh. Disa thonë që mund të ishte edhe 800 metra diametër. Pra 2 nga këta thonë që ishte kaq i madh. U bën testin këtyre, dhe sepse shkuan në shtëpi, çdo gjë okay, makina si shton këta që makina nuk ndizej, dhe donin që ta shtynin makinën, si përfundim pas disa kohësh që u zhduk ajo dritë, këta ikën. Pra ata nuk pan as qenie, as gjë, vetëm këtë dritë, as gjë tjetër. Drita, sepse ata pretendonin që ishte 800 metra si diametër, sepse drita ku sipër dritës dukej një formë pjate e errët, që nuk dukej që ishte një objekt, sepse askush nga këta nuk e konfirmoi, por nga hipnoza regresive po flas, por mendohet që kjo dritë sipas tyre që të lindte nga sipër dhe jo nga poshtë. Dhe si përfundim bën testin, kur pas testit doli që të 4 ishin rrëmbyer. Dhe secili prej tyre nuk kujtonte asgjë. Por edhe në këtë rast, sepse nuk ju thash të Kailit, Kali Keil, që ajo kishte humbur 2 orë të jetës saj, dhe asaj dukeshin pak sekonda. Kjo quhet missing time. Pra Kali Keil, historia e parë, ju zhdukën 2 orë të jetës së saj, dhe gjatë hipnozës regresive ato ekzistonin, por gjatë intervistës së saj normale nuk ekzistonte kjo kohë. Dhe ishte shumë e çuditshme. E njëjta gjë u ndodhi edhe këtyre 4 shokëve. Të gjithë këta që të 4 pothuajse 1 orë e 20 minuta askush nga këta nuk di se çfarë ka ndodhur. Në 1 orë e 20 minuta, por prisnin sepse nuk mbaron këtu. Njëri nga këta, ky zotëria që ju thash që e kam njohur personalisht, pas disa vitesh shkon tek mjeku sepse kishte dhimbje koke dhe i gjetën një çip të vogël në kokë. Mirpo i thon tani, dëgjoni me kujdes. I thon që nuk mund ta heqim. Pse, tha ky, nuk hiqeni, se mua më dhëm koka. Nuk mund ta heqim sepse është i lidhur me neuronet. Dhe ne po ta heqim kemi frikë se mos humbet jetën. Unë nuk mund të marr përsipër, i tha doktori, kirurg. Shkoi te kirurg të tjerë që të gjithë i thanë të njëjtën gjë. Ai jeton ende sot me një mikrochip, pra shumë të vogël në kokë. Nuk ka probleme, me fjalë në atë kohë kishte dhimbje koke, ndoshta nga stresi, nuk dihet nga puna, nuk dihet se si, por ky është fakt. Tani do t'rregoj historinë e tretë e vajzës shqiptare. Një vajzë shqiptare, në atë kohë ishte 22-23 vjeçe, tregon që ajo ishte në shtëpinë e saj. Nuk ndodhi asgjë e keqe, vetëm nga dritarja, ishte vetëm sepse jetonte vetëm, nga dritarja një dritë verbuese shumë e madhe, e fortë. Futet drita në shtëpi sikur të kalonte, thot ajo, sepse ajo ishte në katin e 5, sikur të kalonte një objekt i madh nga djatha në të majt, dhe sikur si një objekt që mund të kaloj, por me dritë shumë të fortë, dhe ndryshoi tër dhomën ku isha unë. Me fjalë, unë, thot ajo, isha në zogjt, isha në kuzhinë, thot ajo, aty me fjalë në divan. Isha ulur në divan dhe po shikoja televizorin. Ishte në darkë, në 9-8 ca.
Dhe kaq ishte, nuk tregon më asgjë. Me një fjalë, vetëm kjo drita dhe kaq. Dhe unë tha, më zuri gjumi aty. Ditën tjetër, siç më kishte zënë gjumi në divan, tha, u çova tha, kishja dhimbje gjithandej, dhimbje në barku, dhimbje kokë, dhimbje gjithandej. Shkova thatë që merja në një ilashta dhe i thash doktoreshës, tha, se kisha një doktoresh time, tha, familjes e njihja ata, tha, dhe i thash, kështu tha më, hajde të bëj një vizitë ajo. I bëri vizitën, i tha, shiko, ti nuk duhet të shkosh në punë sot, duhet të shkosh sepse punonte në një restorant, kjo vajzë. Dhe ti tha duhet të shkosh tha që të bësh një vizita sepse duhet të shkosh tha. Ajo i gjeti gjurmë gjithandej, shenja të çuditshme dhe kujtoi doktoresha se mos e kishin kapur me zor dhe ajo nuk tregonte. Pra se mos e kishin kapur me zor vajzën dhe vajza nuk tregonte. Dhe kështu që e dërgoi që të bënte vizita. Bëri vizita shumë e çuditshme. Sepse në pjesët e trupit, me fjalë të barkut të saj, nga krau i majt, kishte disa gjurmë me 3 shënja, sikur të ishin 3, si ato, si thuen, gjurmët e një zogu. Keni parasysh ato gjurmët kështu? Pra, përveç kësaj, duke sikur ishte bërë një operacion brenda dhe nuk po e kuptoni se çfarë. Shiku, bën grafin, bën të gjitha dhe vurën re që në veshkën e saj ishte bërë një operacion me lazer. Një operacion me lazer, nuk dihet se si, por ishte bërë një operacion me lazer në veshkën e saj. Ajo zbuloi më vonë nga testet që bëri, që veshka e saj kishte probleme sepse kishte prodhonte gur. Dhe gurët e saj ishin kaq të rrezikshëm sa mund t'i krijonin edhe kancer. Dhe ajo nuk e kupton sepse kur në botë nuk kishte bërë një operacion. Dhe operacionin kush ja bëri asaj? Në çfarë bote ja bëri dhe në çfarë dhe si ja bën, që ajo nuk kuptoi asgjë. Me pak fjalë, tregohet që missing time kjo që ju thash juve, që sepse kjo u zbulua më vonë, që vajza nuk ishte një fjetje e qetë si mund të flinte në një divan, por 8 orë të jetës së saj gjatë gjumit kishin kaluar në një botë tjetër, në një formë tjetër. Ndoshta e kishin marrë, kishin rrëmbyer, kishin bërë operacionin dhe e kishin lënë prapë aty. Askush nuk e di. Por këto janë fakte të pakundërshtueshme që janë të dokumentuara edhe nga mjekët. 3 fakte pra të dokumentuara që askush nuk e di, fenomenin e çuditshëm missing time. Janë me 10 nga këto unë tregova vetëm 3, por keni me 10. Bile nëse dikush nga ju njeh histori të tilla, do t'i lutesh të më shkruani privat dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Ditë mbar.